unë jam përveç zëdhënëse politike, merrem edhe me projektet me organizatat e huaja dhe ambasadat, marrëdhëniet me jashtë, jam zyrtare për marrëdhënie me publikun. Me jashtë? Me jashtë. Po zyrën e kom rëndë, se po. S'me që në balkon të përmë. Dalë ko paskuhe në balkon. A të vjen? Ka rosti edhe me metë në balkon, kryetorit të posta kemi më mërdhi, po i pranë brena. Qysh është do të kalon jashtë, da? Po, ka fillu takimi i kryetorit edhe është një teras, edhe na dolim zakonisht në teras me këta me pi cigare unë e kafe. Edhe unë harova me himrana, vazhdova me nejt edhe filloj takimi i kryetorit edhe meta ishte një -6-7 gradë. Një orë, po. Edhe se do më thonë se ke ndërprej takimin. Ja, nuk e ndërprej. Kjo folje dhe për profesionalizmin e ju. Ne përveç që jemi kështu bojmë hajgare me një tjetrin, të puna jemi serios. Po pra. Kjo, dhe më thonë, dhere sa ka najtë për jashtë -6, kjo të tregon që o zorë mi aftofë kësaj. Në atë? E vërtet. Atë ka ro me najtë jashtë të ajo, a? E mërdi, ajo, topa. E një Balkan, herë Balkan qenë. Pse rrënti me kryetarin, qa puna jote? Ta tregoj unë një barsolet që lidhet me që të pytje pse rrënti me na. Okej. Ne vati është shef i kabinetit. Po. Edhe këta talentat, se cili individualisht vind të unë e thonë pse na mos me të pas shef ty, po në adin. Edhe tash unë u tash kemi aspegu, po zbejke direkt. U tash kemi mënyrë indirekte. E u tregova një barsolet me papagalla. është ku shku njani me blej papagall, edhe ka pyet, sa është ki papagalli? Tha ky 200 euro. Shka din ki papagall? Ky tha din me knu. Shumë mirë. Ky tjetri sa është? Tha 250. Shka din ky? Ky tha din edhe me knu edhe me vallzu. I treti tha ky është 700 euro. 200, 250, 700. Pse ky ka shumë? Shka din ky? Ky tha nuk din kur gjo, po këta dy e thonë shef këti.